Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi në edicionin e parë të emisionit 60 minuta për këtë javë. Drejtori i Këshillit të Investitorëve Evropian, Emru Shujkanim, do të jetë pas pak me ne në studio, me cilin do të flasim për samitin e Brdo-Brionit, i cili këtë vetë është mbajtur në dorës e ka mbledhur liderët e Ballkanit Perëndimor, ku diskutuan tema që prekin vendet e rajonit me theks të veçantë plani i rritjes së Bashkimit Evropian, e i cili pritet të ndihmojë në përshpejtimin e reformave dhe afrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian, por që Kosova për shkak të mos formimit të institucioneve ende nuk ka arritur të përfitojë fondet nga ky plan. Se ku jemi me integrimet evropiane për mbushjen e reformave, për ndarjen e mjeteve nga plani i rritjes dhe si ndikon e gjithë kjo bllokat tashmë më shumë se 7 muaj pa institucione në integrimet evropiane dhe reforma, të gjitha këto i diskutojmë pas pak. Por si zakonisht në fillim ju sjellim lajmet kryesore të ditës. Samiti Brdo-Brion mbledh liderët e Ballkanit Perëndimor. Presidenti Osmani akuzon Vučićin se deshi ta prishte takimin, por u arrit të miratojë marrëveshja e përbashkët. KQZ-ja nuk i akrediton 7 organizata jo qeveritare që aplikuan për vëzhgimin e zgjedhjeve. Ato nuk u akredituan pas dyshimeve të burimeve të financimit. Dridona Ademaj ishte qelluar me një distancë 2 deri në 5 cm, thot në dëshminë e tij mjeku ligjor. Në gjykimin kundër Naim Murselit u dëgjuan 4 dëshmitarë. Nisën negociatat në Egjip për pushimin e Gaza. Trump u bën thirrje palëve të lëvizin shpejt për shmangu gjak derdhën e mëtejme. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, në një prononcim për media pas samitit të Brdo-Brionit, i mbajtur këtë të hënë në dorës, ka thënë se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka tentuar ta prish takimin duke drejtuar me arrogancë dhe fyerje. Sipas Osmanit, me gjithë këtë në fund është miratuar deklarata e përbashkët. Çdo propagandë që Vučići synonte ta prezantonte para pjesëmarrësve në si Republikë e Kosovës, kishim argumentet tona të fuqishme, argumentet në anën e së drejtës që janë fuqizuar e mbështetur edhe nga drejta ndërkombëtare nëpërmjet vendimeve të gjykatës ndërkombëtare, ka deklaruar Osmani, transmeton RTS-ja. Osmani ka thënë po ashtu se Kosova është për bashkëpunim rajonal, por se do ta mbrojë interesin shtetëror, sovranitetin e integritetin territorial. E pas takimit edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se pati mosmarrëveshje mes tij dhe presidentes së Kosovës Vjosa Osmanit. Këtu nuk ka shtete, ne shkojmë vetëm me emra, kështu që kjo është diçka që është një trashëgimi e mirë e këtij procesi. Kam thënë dhe kam folur për atë lloj hipokrizie, standardet të dyfishta ku secili prej nesh në fakt përpiqet të marrë diçka në kurrizë të tjetrit. Dhe kemi pak qasje të përbashkët në zgjedhjen e problemeve në Ballkanin Perëndimor, ka thënë Vučić për gazetarët. Samiti i Brdo-Brionit është nismë e Slovenisë dhe Kroacisë dhe çdo vit mbledh liderët e shteteve të Ballkanit Perëndimor. Je to nešto što je Ballkani Perëndimor ka bërë hapa të rëndësishëm përpara në drejtim të bashkëpunimit rajonal, sigurisë dhe forcimit të marrëdhënieve ekonomike, ka thënë në mbyllje të konferencës së samitit të procesit të Brdo-Brionit në Durrës, presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj. Megjithatë, sipas tij, rajoni përballet me sfida të sigurisë që kërkojnë rritje të bashkëpunimit dhe koordinimit të ngushtë mes vendeve. Rajoni ynë përballet me sfida të sigurisë, të cilat kërkojnë rritje të bashkëpunimit dhe koordinim më të ngushtë mes nesh. Plani i rritjes i Bashkimit Evropian për vendet e rajonit përbën një mundësi të shmuar për zhvillimin ekonomik, pasi krijon qasje në instrumente financiare të Bashkimit Evropian, lehtësira tregtare dhe programe të përbashkëta për zhvillim, ka thënë ai. Ai tutje ka përmendur se Shqipëria synon ta përfundojë negociatat me Bashkimin Evropian deri më 2027 dhe të antarësohet deri në vitin 2030. E presidenti kroat Zoran Milanović ka shprehur gatishmërinë për ndihmën e Kroacisë në rajon pa dallim. Ndërsa presidentja e Slovenisë u ndalte procesi i integrimit në Bashkimin Evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Si vjet, tema samitit ishte interesa të përbashkëta, angazhimi përbashkët për një të ardhme të përbashkët, së bashku drejt BE-s. Është diskutuar edhe për planin e rritjes së Bashkimit Evropian, një paketë prej 6 miliard eurosh në të miratuar më 2023. Të gjitha vendet e rajonit i kanë pranuar mjetet e para, ndërsa Kosova dhe Bosnja ende jo. Kosova për shkak të blokadës institucionale e Bosnja për shkak të mosdorëzimit të dokumentacionit të kërkuar.
7 organizata jo qeveritare dhe vëzhgues të tyre nuk janë certifikuar sot nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili ka miratuar rekomandimin e zyrës për regjistrim dhe certifikim e kontrollit financiar për mos certifikimin e tyre. Antari KQZ-s nga radhët e vetëvendosjes Samir Kurteshi kërkoi sqarime lidhur me burimin e financimit të vëzhguesve, duke theksuar se nëse vëzhguesit paguhen, duhet të dihet priardhja e mjeteve të tyre, raporton Ekonomia Online. Ashtoi se transparenca për fondet e përdorura është domosdoshme, pasi çdo shfrytëzim i mjeteve publike duhet jetë i qartë për publikun. KQZ-ja në mbledhjen e së hënës mori vendim për miratimin e procedurës për qendrën e numërimit dhe rezultateve për zgjedhjet lokale të këtij viti, i cili përcakton në mënyrë të detajuar të gjitha aktivitetet dhe procedurat që zhvillohen në QNR. Kimit hapësinor të anuloj tenderin për konsulent ligjor për mbështetjen e hartimit të legjislacionit dytësor për ligjin e banimit social dhe të përballueshëm me vlerë të parashikuar prej 50.000 eurosh. Sipas D+-it, kjo procedurë është iniciuar në kundërshtim me rregullorën për prokurimin publik, konkretisht me nenin 57.2, i cili përcakton se konsulenti i jashtëm mund të angazhohen vetëm për shërbime që nuk mund të mbulohen përmes procedurave të rregullta të rekrutimit sipas ligjit për zyrtarët publik. Organizata ka theksuar se hartimi i akteve nënligjore është përgjegjësia vetë Ministrisë sipas rregullorës për punën e qeverisë dhe kontraktimin një operatori ekonomik për këtë qëllim bie ndesh me praktikat institucionale dhe ligjore në Kosovë. Ky veprim rrezikon integritetin e procesit të hartimit të legjislacionit dhe cënon përgjegjësinë institucionale të Ministrisë, thuhet në reagimin e kësaj organizate. Edicionin e vazhdojmë me informacionet të tjera, ku mjeku ligjor Naim Muka gjatë dëshmisë së tij në procesin gjyqësor ndaj Naim Murselit, Granit Plavës dhe Kushtrim Kokallës, ka akuzuar për vrasjen e Liridona Ademajt më 2023, ka dhënë detaje për raportin e autopsisë së Ademajt. Ai ka thënë se në bazë të provave mjekoligjore, distanca e qitjes nga e cila është vrarë Ademaj sillet rreth 2 deri në 5 cm. Si rezultat i kësaj plage ka ardhur edhe gjakderdhja e brendshme dhe jashtme trunore, e cila ishte shkaku i vdekjes, ka Uka. Ai tutje ka thënë se në rastet kur mungojnë të dhënat preliminare të vendit të ngjarjes, kryen edhe ekzaminimet e detajuara të shuplakave të duarve të viktimës. I akuzuari Naim Murselaj, duke i bërë pyetje dëshmitarit Uka, ka thënë se prokuroria po pretendon se ai ia ka shkaktuar shenjat e dorës të sëndjerës Liridona Ademajt, pasi e ka mbajtur me forcë që të mos i shmanget plumbit. Ai ka pyetur nëse këtë thotë edhe raporti mjekoligjor, por Uka ka thënë se mjeku ligjor nuk paragjykon pozitat apo situatat të cilat kanë mundur të jenë në momentin e vrasjes së të ndjerës. Në procesin gjyqësor ndaj Murselit dhe të tjerëve të hënën ka dëshmuar edhe Jeton Binaku. Ai ka folur se si akuzuari Granit Plava e ka marrë me një vetur me qira. Sipas aktakuzës, Murseli dyshohet se ka organizuar vrasjen e bashkëshortës për motive hakmarrje dhe për të përfituar financiarisht nga një siguri mjekësor në Suedi në vlerë rreth 260.000 eurosh. Flasim tani për një zhvillim në Shqipëri, ku është qelluar me armë zjarri në sallën e gjyqit në gjykatën e apelit, këtë pasi se gjyqtari Astrid Kalaja. Sipas mediave në Shqipëri raportohet se Kalaja është dërguar me urgjencë në spitalin e traumës, por pa shenja jete, ndërsa janë plagosur edhe 2 persona që ndodhen në sallë babë e birë. Policia në Shqipëri tashmë ka arrestuar personin e dyshuar për vrasje, raportojnë mediat atje. Astrid Kalaja ishte antar i zgjedhur për të tretën herë në kolegjin zgjedhor. E në kuadër të procesit të vetingut, ai u rikonfirmua në detyrë në dhjetor të vitit 2019.
Ndërmarrja Termokos ka bërë të ditur se janë në përfundim të përgatitjeve për fillimin e furnizimit me ngrohje për të gjithë konsumatorët. Zëdhënësja Fërdita Uka ka bërë të ditur për kohën se ndërmarrja është e gatshme të fillojë furnizimin me ngrohje para afatit ligjor të zakonshëm për fillimin e sezonit 2025-2026. Jemi në përfundim të përgatitjeve për fillimin e furnizimit me ngrohje për të gjithë konsumatorët tanë. Jemi në koordinim të ngushtë me Kekon dhe tashmë është bërë kërkesë për furnizimin me energji termike. Ashtu siç edhe kemi paralajmëruar, ne jemi të gatshëm që të fillojmë furnizimin me ngrohje para afatit ligjor të zakonshëm për fillim të sezonit të ri ngrohës, ka thënë ajo. Shkollat e Prishtinës, të cilat janë të kyçura në rrjetin e Termokosit, janë duke mbajtur mëse me orar të shkurtuar shkaku i mungesës së ngrohjes në ditët kur temperaturat ndjeshëm kanë shënuar rënje. Edicionin e vazhdojmë me lajmin kryesor të botës, ku një përpjekje e re diplomatike për t'i dhënë fund luftës në Gaza, ku Izraeli dhe Hamasi ka nisur sot bisedimet indirekte në Sharm el Sheikh të Egjiptit me ndërmjetësuesin e SBA-s dhe mbështetjen e Katarit. Negociatat fokusohen në arritjen e një armëpushimi, shkëmbimin e pengjeve dhe të burgosurve, si dhe tërheqjen e pjesshme të forcave izraelite nga Gaza. Presidenti amerikan Donald Trump u ka bërë thirrje palëve të lëvizin shpejt për t'i shmangur gjakderdhjet e mëtejme. Bisedimet indirekte mes Izraelit dhe grupit palestines Hamas kanë filluar të hënën e Egjipt, megjithse raportohet se ka disa mosmarrveshje, si çështja e çarmatosjes së grupit. Ato po zhvillohen një javë pasi presidenti amerikan Donald Trump bëri publik në Shtëpinë e Bardhë planin e tij 20 pikësh për paqe në Gazë. Delegacioni i Izraelit udhëhiqet nga Ron Dermer, kurse ai i Hamasit nga Halil Al-Haya. Krye negociatorët e të dyja paleve janë në resortin Sharm el Sheikh për krah emisarit të SBA-s Steve Witkoff dhe dhëndrit të Trumpit Jared Kushner. Pa ashtu prezent është edhe ministri i jashtëm i Katarit Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Bisedimet do të zhvillohen në fazën e parë të një armëpushimi. Kjo përfshin tërheqjen e pjesshme të forcave izraelite dhe lirimin e pengjeve që ndodhen në Gaza, në këmbim të lirimit të burgosurve palestines që mbahen në burgjet izraelite. Shtetet e Bashkuara shpresojnë që këto bisedime do të sjellin ndalimin e luftës në Gazë dhe lirimin e pengjeve. Në një postim të dielën vonë në rrjetin social Truth Social, Trump u bëri thirrje të gjithëve të lëvizin shpejt, pasi synimi i tij është që faza e parë e marrëveshjes të finalizohet këtë javë. Po u kërkoj të gjithëve të lëvizin shpejt. Koha është thelbësore apo gjakderdhje masive do të pasojë, diçka që nuk do askush të shohë. Presidenti egjiptian Abdel Fattah el-Sisi i vlerësoi përpjekjet e presidentit Trump për arritjen e paqes. Një armëpushim, kthimi pengjeve dhe të burgosurve, rindërtimi Gazës dhe fillimi një procesi paqësor politik që çon në krijimin dhe njohjen e një shteti palestines, do të thotë se jemi në rrugën e duhur drejt paqes së qëndrueshme dhe stabilitetit të fortë. Negociatat nisën një ditë para përvjetorit të dytë të sulmit të Hamasit ndaj Izraelit. Në atë sulm Hamasi vrau 1200 persona dhe mori 251 pengje. Izraeli u përgjigj me një fushat ushtarake, deri tani janë vrarë mbi 67.000 palestinez. Shumica e 2.2 milion banorëve të Gazës janë tani të pastre dhe të uritur pasi rajoni është shkatëruar nga bombardimet.